Mirë se vini në kanalin ton Fuqia e Trurit. A ju ka ndodhur ndonjëherë të zgjoheni dhe të ndjeni se keni parë një ëndër të njohur, sikur e keni parë më parë, por nuk arrini ta kujtoni? Kjo ndjesi e çuditshme që ndonjëherë shoqërohet me një lloj misteri të brendshëm, i ka intriguar shkencëtarët dhe filozofët për shekuj me radhë. Por pse ndodh kjo? Pse na duket sikur kemi parë një ëndër më parë, por nuk mund ta rikujtojmë? Për të kuptuar këtë, duhet të dim fillimisht se si funksionojnë ëndrat. Gjatë gjumit, veçanërisht në fazën REM, truri ynë është jashtëzakonisht aktiv. Ëndrat janë rezultati i këtij aktiviteti neurologjik, një kombinim i kujtimeve, ndjenjave dhe imazheve që përzihen në mënyrë jo të zakonshme. Shumë prej ëndrave tona harrohen menjëherë sapo zgjohemi. Kjo ndodh sepse gjatë gjumit truri nuk aktivizon të njëjtat mekanizma të kujtesës afatgjatë si gjatë ditës. Pra, edhe nëse ëndra ishte intensive ose emocionale, ka shumë gjasa që të zhduket brenda sekondash. Por pse kemi ndjesinë që kemi parë më parë një ëndër? Kjo mund të jetë rezultati një fenomeni të quajtur déjà vu, që në frëngjisht do të thotë e ndëruar më parë. Është e ngjashme me fenomenin déjà vu, por i lidhur specifikisht me përjetime të mëparshme në gjumë. Truri ynë në mënyrë të pavetëdijshme mund të rikujtojë ndjesi ose skena që i ka ndëruar më parë edhe nëse nuk i mban mend qartë. Një tjetër shpjegim është se truri në përpjekje për ta kuptuar botën dhe për ta strukturuar informacionin mund të krijojë një iluzion të njohjes. Kur një ëndër përmban elemente që i kemi përjetuar më parë në jetën reale, ajo mund të na duket e njohur, edhe nëse nuk e kemi parë kurrë realisht. Gjithashtu, ëndrat mund të ruhen në kujtesën afatshkurtër dhe të aktivizohen më vonë në mënyrë të papritur, kur një ndjesi apo një ngjarje ditore risjell në sipërfaqe atë që mendonim se e kishim harruar. Në fund të ditës, truri ynë është një mekanizëm kompleks dhe ëndrat janë një pasqyrë e thellë e mendjes sonë të pavetëdijshme. Ndjenja e njohjes pa kujtim të qartë është thjesht një tjetër dëshmi e magjisë dhe misterit që mbartë mendja njerëzore. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.